Ju përshëndes të gjithë nga edicioni mes ditës këtu në Top Channel. Një muaj pas nënshkrimit të kartës së Bordit të Paqes në Davos, sot në Washington bëhet takimi inaugurues i nismës së presidentit amerikan Donald Trump. Në takim marrin pjesë përfaqësues nga 27 vende, mes tyre edhe Shqipëria e Kosova. Parlamenti Evropian publikoi draft raportin për Shqipërinë ku vlerësohet progresi i shpejt në negociatat për antarësinë dhe konfirmohet objektivi për mbylljen e tyre deri në fund të vitit 2027. Raporti ngre shqetësime për zgjedhjet, korrupsionin dhe funksionimin e shtetit të së drejtës. Sipas të dhënave të shërbimit informativ shtetëror dhe antiterrorit, në Siri ndodhen 44 shqiptar, 10 burra në burg dhe 24 gra e fëmijë. Deri më tani Shqipëria ka riadhesuar 39 gra dhe fëmijë, ndërsa lista e të vrarëve në luftime dhe bombardime është e gjatë. Policia britanike ka arrestuar princin Andrew në ndryshimin për shpërdorim detyre në funksion publik. Autoritetet kishin bërë me dije më herët se po shqyrtonin pretendimet se një grua ishte trafikuar në Mbretërinë e Bashkuar nga i dënuari për krime seksuale Jeffrey Epstein për të zhvilluar një takim seksual me princin. Ushtria amerikane është përgatitur të ndërmarrë një sulm të mundshëm ndaj Iranit këtë fundjavë. Media si CNN dhe CBS raportojnë se autorizimin e veprimeve ushtarake pritet të japë presidenti Donald Trump në varësi të ecurisë së negociatave me Teheranin. Javën e ardhshme, kancelari gjerman do të udhtojë drejt Kinës, por para kësaj vizite ai e sfidoi publikisht SBA-n me deklaratën se shkon në Pekin për të gjetur partner strategjik që mendojnë dhe veprojnë si ata. Një muaj pas nënshkrimit të kartës së Bordit të Paqes në Davos, sot në Washington bëhet takimi inaugurues i nismës së presidentit amerikan Donald Trump. Në fokus është e ardhmja e rripit Gazës dhe përpjekjet për armpushim mes Hamasit dhe Izraelit. Në takim marrin pjesë përfaqësues nga 27 vende, mes tyre edhe Shqipëria e Kosova, ndërsa një pjesë e vendeve të BE-s do të jenë në rolin e vëzhguesit. Nisma synon në mbledhjen e fondeve për ndërtimin e Gazës dhe mbështetje humanitare atje me $5 miliardë të premtuara deri tani nga antarët e Bordit. Një muaj pas ceremonisë në nënshkrimit të kartës së Bordit të Paqes në Davos të Zvicrës, në Washington DC, mbahet sot takimi inaugurues i kësaj nisme të presidentit amerikan Donald Trump, me në fokus të ardhmen e rripit të Gazës përtej armpushimit të brisht mes Hamasit dhe Izraelit. Mbledhja e fondeve për ndërtimin e enklavës së shkatruar nga lufta me shtetin hebre dhe ofrimi i ndihmës humanitare është një nga pikat kyçe të takimit, i cili u paraprin nga një mesazh euforik i Trumpit në Truth Social, ku njoftoi se $5 miliardë janë premtuar tashmë nga antarët e Bordit. Përfaqësuesit e 27 vendeve ju përgjigjen ftesës për pjesëmarrje aktive. Shqipëria dhe Kosova janë në mesin e shteteve europiane që i bashkohen Bordit së bashku me Bullgarinë dhe Hungarinë. Italia, Çipërja, Greqia dhe Rumania si dhe Bashkimi Evropian do të jenë vëzhgues, që do të thotë se nuk marrin pjesë në vendimarrje. Karta e Bordit të Paqes e Donald Trumpit duket se synon sidoqoftë një fushë veprim shumë më të gjerë se Gaza, duke nënvizuar ambicjen e saj globale për zgjidhjen e konflikteve. Jason Isaacson, zyrtari kryesor i politikave në Komitetin Amerikan Hebraik, një organizatë kjo avokatie për popullin hebre në mbar botën, i tha Deutsche Welle se ai mbështet ambicjet e Bordit përtej Gazës me kushtin që ato të çojnë në një reduktim të konflikteve. Ndoshta do të arrihet një sukses më i madh se sa kemi parë me modelet e tjera të zgjidhjes së konflikteve në të cilat jemi mbështetur dhe ndonjëherë kemi qenë të zhgënjur për shumë vite, u shpreh ai. Isaacson përcolli bindjen se pavarësisht kritikave me të cilat është përballur Bordi, ai mund të jetë për çdo rast një lojtar kyç në tranzicionin e pas luftës në Gaza. Çdo gjë që ndryshon realitetin në një drejtim pozitiv është një sukses, ishte komenti i tij.
Komisioni për punët e jashtme I Parlamentit Europian publikoi draft raportin për Shqipërinë, ku vlerësohet progresi I shpejt në negociatat për antarësim dhe konfirmohet objektivi për mbylljen e tyre deri në fund të vitit 2027. Megjithatë, eurodeputetët theksojnë se procesi duhet të shoqërohet me zbatim real të reformave. Raporti ngresh shqetësime për zgjedhjet e 11 majit 2025, korrupsionin dhe funksionimin e shtetit të së drejtës, ndërsa kërkon rezultate konkrete në drejtësi dhe reforma zgjedhore gjithëpërfshirëse. Komisioni për punët e jashtme I Parlamentit Evropian publikoi draft raportin për Shqipërinë, ku vlerësohet progresi I shpejt në negociatat e antarësimit, por theksohen edhe kritika për standardet demokratike dhe sundimin e ligjit. Raporti përshëndet faktin që Shqipëria hapi të gjithë grup kapitujt brenda 13 muajve dhe konfirmon objektivin për mbylljen e negociatave deri në fund të vitit 2027. Megjithatë, eurodeputetët theksojnë se besueshmëria e procesit varet nga zbatimi real I reformave dhe jo vetëm nga miratimi formal I ligjeve. Një nga pikat më kritike lidhet me zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025. Sipas vlerësimeve të misionit të OSBE Odirit, kuadri zgjedhor konsiderohet përgjithsisht I përshtatshëm, por raporti nënvizon shqetësime serioze për pabarazi në garë, keqpërdorim të burimeve administrative, akuza për blerje votash dhe presion ndaj votuesve. Parlamenti Evropian I bën thirrje shumicës dhe opozitës për një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse dhe për zbatimin e plotë të rekomandimeve të mbetura pezull. Ai shpreh gjithashtu shqetësim për polarizimin e vazhdueshëm politik dhe gjuhën konfrontuese, që sipas tij dëmtojnë funksionimin e institucioneve demokratike dhe besimin e publikut. Në fushën e drejtësisë, përshëndetet vijimi I reformës dhe procesi I vettingut, por theksohen probleme me efikasitetin e gjykatave, stokun e dosjeve dhe nevoja për forcimin e pavarësisë së organeve të drejtësisë. Korrupsioni cilësohet ende shqetësim serioz, me kërkesë të qartë për rezultate konkrete, veçanërisht në rastet e nivelit të lartë. Kërkon luftë efektive kundër krimit të organizuar dhe bashkëpunim me Europolin dhe Eurojust. Kërkon mbrojtje më të fortë të lirisë së shprehjes dhe pluralizmit mediatik. Inkurajon forcimin e mbrojtjes së pakicave dhe grupeve vulnerabël. Shpreh shqetësim për retorikën antigjinore. Nënvizon nevojën për akses më të mirë në drejtësi. Për reformën e administratën publike njeh progresin, por kërkon rekrutim mbi bazë merite dhe depolitizim. Kërkon planifikim më të mirë politikash dhe transparencë buxhetore. Thekson po ashtu rëndësinë e investimeve në arsim dhe inovacion, nënvizon rëndësinë e dialogut social, shpreh keqardhje për frekuencën e ulët të mbledhjeve të Këshillit Kombëtar të Punës, përshëndet angazhimin në planin e rritjes për Ballkanin Perëndimor, thekson dobësi strukturore dhe nevojën për përmirësim infrastrukture. Raporti ngre alarmin edhe për mungesë progresi në mjedis dhe ndryshimet klimatike. Nga ana tjetër, eurodeputetët e përgëzojnë Shqipërinë për parafrimin e plot me politikën e jashtme dhe të sigurisë së BE-s dhe për rolin konstruktiv në rajon, duke theksuar se mbështetja financiare e Bashkimit Evropian do të vijojë, por do të mbetet e lidhur ngushtë me zbatimin konkret të reformave. Seanca plenare sotme është dominuar nga debatet për mandatin e Belinda Ballukut. Opozita ka kundërshtuar iniciativën e socialistëve për ndryshimin në kodin e procedurës penale, konkretisht të nenit për pezullimin. Deputetët socialistë të qarkut Fier kanë replikuar me Gazmend Bardhin, duke I kujtuar atij humbjen e Partisë Demokratike në Fier në zgjedhjet e shkuara të 11 majit. Muhamet Veliu sjell tani live detajet e kësaj seance. Atëherë Muhamet, le të bëjmë një përmbledhje debateve deri tani në seancën plenare. Genda dhe kjo seancë e sotme është një fotokopje atyre seancave të shkuara ku 2 orët e para të seancës plenare dominohen nga debatet politike dhe jo nga rendi I ditës apo shqetësimet e qytetarëve të cilët duhet adresohen nga Parlamenti I Shqipërisë. Ka qenë kryetari I grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, I cili që në krye të kësaj seance ka akuzuar socialistët se kanë 2 muaj që po vonojnë shqyrtimin e kërkesës së SPAK-ut
Përsa i përket imunitetit zonjës Belinda Balluku, kryetari i Kuvendit Niko Peleqi tha se për këtë nuk është kelur asnjë afat dhe do të mbledhemi të hënën. Ka replikuar edhe Taulan Balla me Gazmend Bardhin, kur i tha se ne nuk i marrim dorën askujt kur vjen puna për ndryshime, pra e kishte fjalën për ndryshimin e kodit të procedurës penale, përsa i përket çështjes shumë të debatuar për pezullimin e zyrtarëve shtetëror. Kanë replikuar me Gazmend Bardhin edhe dy deputetët socialistë Erio Mile dhe deputetja tjetër Zegjina Çaushi, duke i kujtuar se çfarë ndodhi në Fier gjatë fushatës elektorale dhe rezultati që mori Partia Demokratike në këtë qark në zgjedhjet e shkuara parlamentare. I vetmi që ka folur për shqetësime reale që prekin qytetarët ka qenë senatori socialistëve Erion Braçe. Ai ngriti në Parlamentin e Shqipërisë shqetësimin për mos nisjen nga puna ende të një shkolle në kryeqytet, e cila ka përfunduar që në muajin tetor, po ashtu deputeti socialist ka paralajmëruar kallëzim penal për drejtorinë e përgjithshme të tatimeve dhe AKU-n, të cilat nuk i kanë kthyer përgjigje kërkesës së tij përsa i përket subjekteve të cilat ata kanë kontrolluar. Kolege ime politikës Elda Menga i ka bërë një përmbledhje debateve të deritanishme në Parlamentin e Shqipërisë. Le t'i ndjekim. Kuvendi i Shqipërisë në agendën e tij duhet ketë vetëm një pikë, dhe kjo çështje është futja me urgjencë në rendite e kërkesës prokurisë për të hequr imunitetin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Ishit ju dhe keni qenë ju që për vite tëra na keni thënë se drejtësia e re po bën punën e saj, duhet lejuar të bëjë punën e saj e me radhë. Ditën që ju trokiti në derë, keni ndërmarrë një sulm të paprecedent ndaj sistemit drejtësisë. Jeni i vetmi vend në botë që miratoni një ligj për të mbrojtur veten. Dhe më lejoni t'ju sjell në vëmendje fjalët e kryetarit të Komisionit të Jashtëm Parlamentit Evropian dje në Shqipëri, që e quajti këtë një test kritik për luftën ndaj korrupsionit. Del zotro dhe thua, keni sjell një projekt ligj antikushtetues. Kush je ti që e thua që ky projekt ligj që kemi sjellë është antikushtetues? Kush je ti? Ti shprehu me votë, zotri, në Republikën e Shqipërisë nuk mund, sipas frymës së kësaj kushtetute, të pezullohen autoritetet kushtetuese. Kurse si, ndër gjërat kryesore të atyre që tha David McAllister, është ajo që ju kërkoj ju, e u tha ju, protestat e dhunshme janë të pa pranueshme në një demokraci funksionale. David McAllister tha dhe diçka tjetër që ju që jeni këtu duhet ta kuptoni, nuk e takoj Sali Berishën. Imagjinoni, këta nuk i takojnë as vet aleat e vet. Dhe sa për akuza korrupsioni duhet të jemi të qartë. Akuzë për korrupsion sot e keni aty në mes jush, kryetarin e partisë tuaj. Ndarje pushtetesh do të thotë ti mos ndërhysh prokurorit apo prokurisë për lehtësuar grupet kriminale. Dhe këtë se ka bërë ky krah. E ka bërë kryetari i grupit tuaj parlamentar. Je i vetmi kryetar grupi në histori që ka kallëzuar penalisht nën kryetarin e vet të grupit. Mbaje mend shtoje zotrote për babin e Zenit. Çdo kërkesë ardhur nga zotëria në fjalë për zonjën Balluku është tërësisht në konflikt interesi. Zoti Gazmend Bardhi erdhi në Fier si i madhi Gaz Bardhi dhe iku nga Fieri si mbas Gardi. Ju lutem mos na e largoni zotin Bardhi nga Fieri, vazhdo ta lini drejtues politik, po nuk dolëm herën tjetër 14-2. Atëre ju do keni gjithë të drejtën për të folur. Zoti kryetar do të kishte dëgjuar zotrin që më ndryshoi mbi emrin dhe më tha Gardi. Dhe duhet ishte të rreq vëmendjen. Po t'jesh i njanshëm. Ndërsa Zar, ai e di shumë mirë që është i tillë, i Belinda Ballukut. Qytetarëve të Fierit i kanë bërë një premtim ku kam qenë fushat, që kjo zonja që po deformon vullnetin e qytetarëve me paratë e korrupsionit do të shkojë në burg. Dhe kanë bërë premtimin
ajo do të shkojë në burg. Me apo pa ty, Zeqinen e gjithë zëgarët e vetë që i ka sjell tu në sallën e Kuvendit. Ti Gazo, erdhe në fier këtu më shik te, shiko në sy. Po, shiko illo. Ti erdhe në fier vetëm për të pirë gjini o yll bote. Atje në 2 të natës e për të shkëlqyer sy xixa, gjithashtu edhe për të ngrënë qoftet e lokali Lagjës. Për këtë erdhe ti. Ndoqëm pra disa fragmente të debateve të paraditës së sotme në Kuvend, ndërkaq Muhamet, çfarë ka në rendin e ditës më tej? Kënda seanca plenare është duke vijuar me një interpelancë me Ministren e Ekonomisë dhe Inovacionit zonjën Delina Ibrahimaj, kërkuar nga deputetët Agron Sheaj dhe Erald Kapri. Po ashtu do diskutohet projekt ligji për shërbimin e jashtëm në Republikën e Shqipërisë dhe 2 projekt ligje që janë nisma të opozitës, projekt ligj për trashëgimin kulturore dhe për akcizat në Republikën e Shqipërisë. Do diskutohet po ashtu edhe statusi i minatorit. Të falenderoj Muhamet Veliu për informacionet live nga Kuvendi. Eva është shqiptarja më e fundit që arriti të dalë gjallë nga Siria, por çështja e riaktësimit mbetet ende e hapur. Sipas të dhënave të shërbimit informativ shtetëror dhe antiterrorit, aktualisht në Siri ndodhen 44 shtetas shqiptar, 10 burra në burg dhe 24 gra e fëmijë, me së cilëve 7 janë gra dhe 17 fëmijë. Deri më tani Shqipëria ka riaktësuar 39 gra dhe fëmijë, ndërsa lista e të vrarëve në luftime dhe bombardime është e gjatë. Ndjekim Anila Hoxhën. Eva është shqiptarja më e fundit që doli gjallë nga Siria, por a do të mund Shqipëria të tërheqë prej andej të gjitha gratë, fëmijët dhe burrat shqiptar të identifikuar disa pjesëmarrës në luftime dhe të tjerë si të strehuar në Al-Hol? Nga listat që disponon antiterrori dhe shërbimi informativ shtetëror, deklarohet për Top Channel se 44 shtetas shqiptar të tjerë vazhdojnë të jenë të bllokuar në Siri, nga të cilët 17 fëmijë, 7 gra, 10 shtetas burra janë në burg si luftëtar të ISIS dhe 10 të tjerë nuk dihet asgjë për ta. Në Shqipëri janë riaktësuar deri më tani 39 gra e fëmijë që kishin ndjekur kryefamiljarët e indoktrinuar nga imam të vetëshpallur, të cilët propaganduan përfshirjen në ISIS. Të dhënat janë shqetësuese për shtetasit shqiptar të rekrutuar në vendin e tyre nga imam të vetëshpallur dhe që janë vrarë gjatë luftimeve në Siri. Raportohet në rrugë jo zyrtare, por të besueshme, se 30 shtetas shqiptar janë vrarë gjatë luftimeve, 3 prej tyre nga bombardimet, e po ashtu bëhet fjalë për 15 shtetas të tjerë, 8 gra dhe 7 fëmijë që janë vrarë nga bombardimet. Për rekrutimin dhe dërgimin e shqiptarëve në Siri, deri më tani drejtësia ka gjetur fajtor 9 persona që u dënuan për akuzën e rekrutimit të shtetasve për qëllime terroriste si dhe propagandë për qëllime terroriste. Rezulton se dhe mbas riaktësimit të tyre nga Siria, prokuroria e posaçme dhe më pas gjykata dënuan 9 gra shqiptare të akuzuara për pjesëmarrje në organizatë terroriste, teksa ato janë dënuar me shërbim prove. Hetimet mbeten të hapura për disa të tjerë. Ky është Top Channel. Një punonjës i OSHE-s ka humbur jetën pak minuta më parë gjatë kryerjes së detyrës në fshatin Ril në Lezhë. Dyshohet se elektricisti ka rënë në kontakt me energjinë elektrike gjatë kohës që po punonte, duke psuar dëmtime fatale. Menjëherë pas ngjarjes në vendin e incidentit mbërritën forcat e policisë, të cilat nisën veprimet hetimore për të sqaruar rrethanat e plota të ngjarjes. Hetimet vijojnë për të përcaktuar shkaqet dhe përgjegjësitë. Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti. Një segment i rrugës së re në Usoj të Mallakastrës është shembur pas rreshjeve intensive, duke rrezikuar edhe një banesë pranë saj. Banorët fajsojnë cilësinë e punimeve dhe paralajmërojnë rrezik edhe në pjesë të tjera të aksit.
Rreshjet e ditëve të fundit kanë shembur një segment rrugor prej 20 metrash në rrugën e re të rikonstruktuar të fshatit Usoj të Mallakastrës, ndërsa asfalti ka përfunduar në oborrin e një banese private. Rreshjet nxorën në pa atë që banorët kishin frikë prej kohësh, mungesë standardesh dhe të elementeve bazë teknik, si mos ndërtimi i mureve mbajtës për mbrojtje nga erozioni dhe mungesën e kanaleve kulluese anësore. Rrëshqitja e asfaltit ndodhi rreth orës 11 të ditës së djeshme, duke rrezikuar banesën e familjes Kamaj. Nuk kemi pasur dëme, me thënë vërtetën. Ne jetojmë 8 persona. Para 10-12 vitesh është bërë ndërhyrje në shtëpi, shtëpia është e vjetër mbi 100 vjeçare. Kjo është një fatkeqësi natyrore, nuk është faj dikujt. Aktualisht rruga është e pakalueshme, ndërkohë që autoritetet thonë se janë duke punuar për pastrimin e inerteve nga obori i banesës. Një fat i madh është që nuk ka pasur njerëz në atë moment brenda në objekte, nuk kemi njerëz të lënduar. Banorët e Usojës nuk fshehin shgënjimin për rrugën e shembur, e cila sipas tyre rrezikon edhe në segmente të tjera. Rruga është pa kanal. Një vend që kalon për tek Varrezat, në vend të Varrezat, një ditë gjithë do vëmë atje, nuk i kanë vënë një tubo. Të kaloj ujë. O bëni tamam ose lëreni. Se kjo ka shkare i kemi pasur probleme të mëdha këtu. Tu do ikë fshati gjithë. Rrugë është kjo. Rrugë është pa kanal. Vin sa kalojnë të marrin normë na lekun ata e din. Dhe ku vjen puna, urdhë, gjuna. Segmenti rrugor prej 1.5 km është pjesë e projektit për rikonstruksionin e rrugëve në fshatrat Belistan, Usoj dhe Drenove Re, punimet e së cilës u realizuan nga kompania Lazo SHPK, e shpallur fituese nga bashkia Mallakastër. Ndërkaq tokat bujqësore në Goriçan të Beratit janë përmbytur sërish pas daljes nga shtratit Lumit Seman. Fermerët thonë se është hera e 4 që zona mbulohet nga ujë, duke u shkatruar atyre prodhimin dhe sezonin e mbjelljeve. Përmbyten përsëri tokat në Goriçan të Beratit, dalja e Lumit Seman ka alarmuar banorët të cilët thonë se kjo është hera e 4, që ata janë në ujë, që prej nëntorit të vitit të kaluar sipërfaqet bujqësore, sera diellore dhe stanet e baktive janë të përmbytura. Fermerët nuk po arrin dot të mbjellin për sezonin, ndërsa prodhimi që ishte gati për në treg u kalb. Kam 33 vjet me serë. Ne po mytemi nga hidrocentrali, jo nga natyra. Nuk ka të bëjmë me natyrën, ne po bëjmë 33 vjet, ka bërë edhe më para ka rënë rreshje dhe nuk ka ndodhur që të mytemi në këtë gjendje. Ne kemi kaq vjetur se mi mytur ndonjëherë. Unë jam 43 vjeç, s'mbaj mend në këto përmasa dalin lumi çdo 2 javë. Kto nuk janë nga Perëndia. Banorët e Goriçanit thonë se i ka përmbytur ujë që erdhi si pasojë e hapjes së digës së Hecit të Moglicës. Niveli i urave të Lumit Seman u ngrit mbi argjinaturën 3 ditë më parë dhe mbrëmjen e djeshme përmbyti zonën. 30.000 për 6 thon 18.000 euro. Edhe 18 herën e parë 36.000 euro. Vetëm brenda një muaji gjysmë. 4 herë kemi miell, 4 herë janë prishur. Dhe vini verifikoni siç i kanë verifikuar, asnjë gjë nuk ka bërë. Një përfaqësi nga prefektura Berat dhe bashkia Dimal ishin në Goriçan, në zonën e përmbytur, për të parë nga afër situatën. Sipas tyre do të bëhet një studim i zonës për të paraprirë investimet afatgjat, ndërsa për dëmshpërblim, listat me emrat e dëmtuarve do t'i dërgohet Ministrisë së Bujqësisë. Janë 3 njësi vendore. Është Dimali që është më i rënduar, është Kuçova, është edhe Berat, në pjesën perëndimore. Sepse këto janë zona që nuk kanë një studim të mirëfillt për shkaqe të përmbytjes. Banorët kërkojnë dëmshpërblim pasi janë të zhytur në borxhe dhe nuk kanë mundësi për të ringritur ekonominë bujqësore. Ndërsa batica e pazakont në Bregdetin e Jugut ka krijuar probleme me përmbytje në Vlorë, Orikum dhe në lagunën e Nartës. Niveli i ujit është rritur në mënyrë të pazakont në lagunën e Nartës. Fenomenin e ka cilësuar të tillë Jani Tereziu, që tregon edhe disa prej shkaqeve që mund të kenë çuar në këtë situatë. Është një fenomen që s'ta ka ndodhur herë tjetër, por realiteti është që ka bërë shumë dëm. Një nga arsyet që unë mendoj dhe disa banorë të zonës që ne kemi folur të kemi marrë mendimet, mendoj se është edhe bllokimi i dalanit të madh, kanalit të madh furnizues dhe shkarkues të lagunës, i cili s'ka ku shkon me ujë më, por edhe shirat e shumtë ka bërë punën e vet, dhe detyrimisht që uji s'ka ku shkon. Banorët kërkojnë masa urgjente për të shmangur përkeqësimin e mëtejshëm të situatës dhe dëmet të tjera në zonë. Ndërkohë drejtori i Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Vlorë, Orges Feimi, bëri të ditur se specialistët kanë zhvilluar inspektime gjatë ditës së djeshme dhe para ditës së sotme
për të verifikuar gjendjen e monumentit dhe strukturave përreth. Do verifikohet e gjithë situata dhe do arrim në një konkluzion të përbashkët në bashkëpunim edhe me Kishën Autoqepale, në bashkëpunim me Institutin e Trashëgimisë Kulturore. Ndërkohë që edhe Bregdeti i Orikumit mbrëmjen e dieshme pati një situatë të pazakontë, ku deti hyri në 3 obore banesash, si edhe në rrugë. Policia britanike ka arrestuar princin Andrew në ndyshimin për shpërdorim detyre në funksion publik. Efektivët e policisë mbritën në rezidencën e tij në veri të Londrës, ku dhe u krye arrestimi. Autoritetet kishin bërë me dije më herët se po shqyrtonin pretendimet se një grua ishte trafikuar në Mbretërinë e Bashkuar nga i dënuari për krime seksuale Jeffrey Epstein për të zhvilluar një takim seksual me princin. Drejtësia vonon por nuk harron. BBC njoftoi se Andrew Windsor është arrestuar në ndyshimin e shpërdorimit të detyrës publike. Duke cituar burime policore, media e njohur britanike pohon se vëllai i mbretit Charles është në paraburgim dhe forcat e sigurisë po kryen kontrolle në rezidencat e Berkshire dhe Norfolk. Arrestimi i antarit të familjes mbretërore vjen pas njoftimeve se policia ishte duke shqyrtuar një ankesë sipas së cilës princi kishte dërguar materiale konfidenciale financierit të diskredituar Jeffrey Epstein. Vet Andrew, që sot mbush 66 vjeç, ka mohuar vazhdimisht dhe me forcë çdo shkelje. Emri i tij është lakuar prej kohësh për përfshirje në skandalin seksual që ka shokuar botën. Virginia Giuffre, e cila doli publikisht me pretendimet se ishte trafikuar nga Epstein, ishte ajo që ngriti një padi federale kundër princit, duke akuzuar për abuzim me të kur ishte vetëm 17 vjeçe. Andrew i mohoi akuzat, por palët arritën një marrëveshje jashtëgjyqësore me kushte të pazbuluara në shkurt 2022, e cila përfshinte edhe një donacion për organizatën bamirëse të Giuffre. Megjithatë, në mesin e presionit publik, tetorin e vitit të kaluar, kur u publikua libri me kujtime i Giuffre pas vdekjes së saj, mbreti Charles ja hoqi të vëllait të gjithë titujt. As kjo lëvizje nuk arriti sidoqoftë ta largonte princin nga syri i stuhisë. BBC thot se arrestimi lidhet me dokumente sekrete që datojnë nga koha kur ishte i dërguar për çështje tregtare, të cilat pretendohet se ja ka dorëzuar famkeqit Epstein. Ushtria amerikane është përgatitur të ndërmarrë një sulm të mundshëm ndaj Iranit këtë fundjavë. Media si CNN dhe CBS raportojnë se autorizimin e veprimeve ushtarake pritet e japë presidenti Donald Trump në varësi të negociatave me Teheranin. Shtëpia e Bardhë dërgoi një mesazh të fortë Iranit duke e paralajmëruar të tregohet i mençur dhe të lëviz drejt arritjes së një marrëveshje me SHBA-n. Ky paralajmërim vjen pas një serie kërcënimesh nga presidenti Donald Trump, i cili është rikthyer sërish mundësisë së një aksioni ushtarak ndaj Republikës Islamike. Pas një periudhe përshkallëzimit të tensioneve, bisedimet indirekte mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit kanë rinisur me ndërmjetësimin e Omanit. E gjithë kjo në kohën kur Trumpi ka vazhduar ta kërcënojë regjimin e ajatollave me ndërhyrje ushtarake pas shtypjes së dhunshme që i është bërë atje, protestave të cilat kërkonin reforma. Negociatat e mëparshme me Iranin u shëmbën pas sulmeve të befasishme të Izraelit ndaj tij qershorin e vitit të kaluar, çka solli dhe bombardime nga SHBA-ja ndaj objekteve bërtamore iraniane. Raportet e CNN dhe CBS sugjerojnë se ushtria amerikane mund të jetë gati të ndërmarrë sulme kundër Iranit që nga fundjava, edhe pse Trumpi ende nuk ka marrë një vendim përfundimtar. Sipas The Wall Street Journal, administrata amerikane është duke shqyrtuar mundësi të ndryshme ushtarake që përfshin dhe një fushat për eliminimin e udhëheqësve iranian dhe rrëzimin e qeverisë atje. Në përgjigje të këtyre pretendimeve, kryediplomati i Iranit, Abbas Araghchi, tha se vendi i tij është duke zhvilluar një kornizë për bisedimet me SHBA-n, me shpresën që ta shmang një konflikt të mundshëm. Javën e ardhshme, kancelari gjerman do të udhëtojë drejt Kinës, por përpara kësaj vizite ai sfidoi publikisht SHBA-n me deklaratën e tij se shkon në Pekin për të gjetur partner strategjik që mendojnë dhe veprojnë si ata. Kancelari i Gjermanisë Friedrich Merz pohoi hapur se vendi i tij do të kërkojë partneritete strategjike me Kinën gjatë një udhëtimi të planifikuar për javën e ardhshme. Ky
Ky udhtim do të shërbejë që të diskutohet dhe bashkëpunimi i ardhshëm mes Europës dhe ekonomisë së dytë më të madhe të botës, dhe kjo pikërisht në kohën kur Shtetet e Bashkuara po mbështeten tek tarifat për të ndikuar në politikën globale. Merz shkoi edhe më tej në pohimet e tij, duke bërë thirrje që politika e jashtme dhe ajo ekonomike të mos ndahen më nga njëra tjetra. Ai më shoi rëndësisë që duhet të ketë ruajtja e një qëndrimi të pavarur nga ndikimi i tarifave të SBA-s. Shtetet e Bashkuara mund të vendosin tarifa sipas interesave të tyre, por Gjermania dhe Europa, tha kancelari gjerman, kanë një politikë tjetër. Merz shprehu shqetësimin e tij se tarifat mund ta dëmtojnë akoma edhe më tej ekonominë tashmë të vështirë të Gjermanisë. Ai paralajmëroi se nëse SBA-ja vazhdon të përshkallëzojë situatën, Europa do të jetë në gjendje të mbrojë veten. Dhe ishte gjithçka për edicionin tonë të mesditës. Vijon pas pak Shqipëria Live me Sidorela Gjonin. Bashkëmirupafshim.